Nazmi Gripshi, edhe pse mori për herë të parë tashmë ftesën e kombëtares, është ndjekur prej kohësh nga trajneri Silvinho. Paraqitja e ish lojtarit të Skënderbeut në Kazakistan me Astanën është e jashtëzakonshme, sidomos këtë sezon. Në 24 ndeshje të zhvilluara, ai ka arritur të shënojë 15 gola dhe të dhurojë 6 asiste. Statistika këto që tregojnë se Gripshi është mjaft produktiv para portës dhe që premton shumë edhe për duelin me Serbinë, nëse do të jidhet në fushë nga Silvinho. Ai tashmë është një nga më të mirët e kombëtares shqiptare dhe këtë e thon shifrat, madje nëse e krahasoj me futbollistët e tjerë në repartin e sulmit, Gripshi ka shënuar dhe asistuar sa të gjithë futbollistët e tjerë të kombëtares. Kjo pasi Myrto Uzuni ka shënuar 6 gola dhe ka asistuar 3 herë në kampionatin MLS në këtë sezon, ndërkohë Reimanaj në 5 ndeshje ka shënuar vetëm 1 gol në kampionat me Sharja FC. Sa kaq, Mirlin Daku në 11 ndeshjet e Krubini i Kazanit ka gjetur rrugën e rjetës 8 herë dhe ka asistuar 1 herë. Nga krau tjetër Armando Broja deri më tani nuk ka gjetur rrugën e rjetës me Burnley, duke luajtur 3 ndeshje në Premier League. Kështu nëse mbledhim së bashku golat dhe asistet e shënuara nga Uzuni, Manaj, Daku dhe Broja, shkojmë në kuotën e 15 golave dhe 4 asisteve, ndërkohë Nazmi Gripshi vetëm ka kontribuar me 15 gola dhe 6 asiste te ekipi i tij Astanës.